Kthehemi në studio me pjesën e dytë të emisionit, pjesës kontaktuese, ku ju të dashur nderuar shikues dhe dëgjues mund t'i bëni pyetjet tuaja drejt për drejt në numrat tonë të telefonit ose mesazh në numrin tonë në numrin e telefonit +383 45 471 848. Na gjeni në Viber dhe WhatsApp. Gjithashtu në përdorim kemi edhe rubrikën dërgo mesazh, ku ju mesazhet ose pyetjet tuaja mund t'i dërgoni nga të gjitha pajisjet tuaja të mençura që i keni në dispozicion. Përparësi ka si gjithmonë telefonatat, ne i mirëpresim ato dhe u përgjigjemi me t'i pranuar. Nëse në ndërkohë shpjegim që bëjmë gjatë gjithë kohës, hoxha duke dhënë shpjegimin e mundshëm, kërkojmë durim, kërkojmë kuptim, qëndroni në linjë, të mos më ndërprej hoxhën në dhënien e përgjigjes për të marrë telefonatën tuaj dhe për të dhënë përgjigjen e pyetjen tuaj. Pra presim mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj në këtë drejtim. Derisa të nisim me pranimin e telefonatave, ne vazhdojmë me pyetjet tashmë të dërguara në redaksi. Dhe nisim me pyetjen e parë, e cila thotë kështu: Hoxhë i nderuar, cili është istikfari më i miri i mundshëm për ne? Po, bismillahirrahmanirrahim. Padyshim se një prej adhurimeve, prej veprave, prej punëve, më të dashur tek Allahu te bareke ve taala është istighfari, me kërkue falje Allahu te bareke ve taala, dhe në origjinal është me thon astaghfirullah, që do të thotë të kërkoj falje Allah, po më ashtu edhe këtë pjesën tjetër astaghfirullah wa atubu ilejh, që do të thotë të kërkoj falje Allah dhe tek t'i pendohem është edhe më mirë. Ndërsa e kemi një libër, apo libër të vogël Mburoja e muslimanit, aty është një dua që quhet Sayyidul Istighfar, do më thonë ajo është zonja e istighfarit. Ajo doja është më e gjatë, po normal që fillimisht nuk mundën me mësue pyetsi me një herë dy duke lexuar për menç, po duke lexuar më shpesh, për një 3-4 ditë, 5 ditë një javë mëson, është në mburojen e muslimanit, ajo është istighfari më i mirë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Telefonat skemi, vazhdojmë në pyetjen e radhës. Thotë shpesh përmendni fjalët besim, shtim, bereqeti dhe jo paksim e varfëri. Pse ky ngrim nga ana jon për dhënje të vitrave, të sadakas, të zakatit, e në përgjithësi bërjes së veprave tona të mira, me ktheks kur po preken xhepat tona, pra kur po kemi të bëjmë me para. Po, njerëzit nuk janë të njëjtë. Disa besojnë Zotin, i besojnë fjalët e Zotit, po nga njeru në Zot sikur janë të dyshimt, apo sikur dyshojnë ato që ka e besojnë, sepse aty nuk ka fije dyshimi se ai që jep, ai përfiton më shumë. Dhe ai që jep i kompensohet pasuria në dy mënyra. E para, në jetën e kësaj bote i kompensohet me shumëfishin, ndërsa në botën tjetër i kompensohet me shpërblime. Por ata Allahu Teala thot: "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, wa huwa khairur raziqin." Çfarë do të shpenzoni për Allahun, Allahu ua kompenson atë, se ai është furnizuesi më i mirë. Për ata kemi përmenë edhe këtu në studio, më duket në Ramazan, Ibn Kathiri ka thonë ua kompenzon jetën e kësaj bote Allah me shumë fishin. Për shembull, e jep një të kthehet 10 fish, 70 fish deri në 700 fish. S'ka një me një. Po, çka minimumi 10 fishi e maksimumin veç Zoti e din, po Allah e përmend në surën El-Baqara, shembullin e atyre që shpenzojnë rrugën e Allahut është sikur shembulli i atij që mbjell një kokër grun, e prej saj dalin 7 kallin, secilin kallin nga 100 kokër. Do të thotë me një dalin 700 fish. Andaj kjo kategori e njerëzve besojnë Zotin, e krejt këto, po dyshysh sikur dyshojnë ato që besojnë, sikur dyshojnë premtimin e Allahut. E kategoria tjetër janë që besojnë bindshëm smërzitën, që ata shpenzojnë, por këto janë ma pak. Këta janë ma pak për besimtarë musliman. Allah në bëhet në shumicë. Jam një motër muslimane që elhamdulillah jam mbuluar këtë Ramazan. Në përgjithësi përfshirë edhe djemt e vllaut, a kam lejuar të dal pashami, por një shpjegim pak më i përgjithshëm kujt kam të drejtë e kujt jo, tani tushë të dal pa mbulesë. Djemve të vllaut, të motrës, të vajzës, të djalit, këty në këtë ki drejt me dalë me folë. Ma në detaj me një fjalë, me ata që ki drejt me u martue,
ata që ki drejt me martu, nuk bën me dalë për shami. Me ata që ki haram me u martu, s'ki drejt me martu, para ty në bën me dalë me shami. Selam alaikum, hoqë, dhe jam një vajzë që duhet mbes anonime, ju shkruaj nga jashtë. Tash sa vite jetoj me burrin gurbet, por këto 2 muajt e fundit kanë ardhur edhe 2 kunetet, të cilët nuk punojnë. Por në shtëpi rrinë gjatë gjithë kohës dhe kërkojnë shërbime nga më të ndryshëm për mua, prej meje, saqë edhe bë nervoz për çdo gjë, përplasin dyrt dhe sillen keq ndaj meje. Një këshill se cilën detyrimet dhe obligimet e mia ndaj tyre. Kunetet e ka fjallën vllazët e burrit. Po, kunetet, po. Islami fe për kryer për sosur, çdo gjë ka detajizuar, çdo gjë ka sqaruar. Se për këtë detyrime të gruas ndaj kunetëve, ndaj vëllezërve të burrit, aty është çdo gjë e qartë, ajo nuk ka kurfar detyrimi ndaj vëllezërve të burrit, përveç se ti respektoj ata. Ti respektoj ata. Pra nuk detyrohet, nuk obligohet ajo t'ju bën ushqimin, t'ju përgatit ushqimin apo pijet, t'ju lan rrobat apo t'ju hekuros rrobat apo diçka të ngjashme. Nuk ka detyrim ajo. Nuk ka obligim për kunetet. Nëse dikush do të mu interesua, atëherë për ta le të interesohet vllavi i tyre. Dhe ata nuk kanë të drejtë të kërkojnë shërbime prej gruas së vllavit, se nuk është shërbëtore e tyre. Nuk është shërbëtore e tyre. Kështu që mos e çaj fort kokën, mos u mërzit shumë, nëse dojnë me ndajt që ka hije musafirve, rrinë, nëse nuk dojnë, vazhdojnë dikun tjetër. Amo ti nuk kije detyrime, nuk kije obligime ndaj tyre përveç në qoftë se don ti vullnetarisht. Me jo shërbyje, me qenë shërbim të tyre, vullnetarisht lejohet një gjë e tillë. Amo me ta bo obligim, në sen që ta ka bo obligim Zoti, nuk mundet askush me ta imponu ty. Që kërkohet edhe për sjelljet e tyre, që janë tash për të vrasë me ta, për plasin dyrt, për tasin. Këtu mendoj që një pjesë të madhe të fajt e ka burri që nuk i këshillon vllazët e tij se si të sillen shtëpinë e vllavët e tyre. Do të mos sill mirë. Në shtëpinë e vet njeriu nuk ka nevojë të përplas dyert apo dritaret apo të gjuj gjanat apo të thej gjanat, e lemon shtëpinë e vllavut apo dikujt tjetër. Pyetjen e radhës, është më mirë me e falë, si s'keni thënë disa herë, namazin e natës në pjesën e tretë të natës, me ra mu falë, me uqu me falë mëngjesin, apo si me bo radhitin, me vazhdu me falë namazin e sabahit pas e të krim namazin e natës. Sa i përket namazit e natës, e kemi thonë këtë studio, kemi thonë se 3 kohë janë që mund njeriu me fal namazin e natës. Fillimi i natës, që do të thotë pas namazit të yatsis mundesh me fal namaz natë. Pastaj mesi i natës, që është më i mirë se sa fillimi i natës, e pastaj pjesa e fundit e natës, në kohën e syfyrit, që është më e mirë se sa ke pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Pra pjesa më e preferuar për me fal namaz të natës është pjesa e fundit e natës. Nëse natën e ndajmë 3 pjesë, kjo pjesa e tretë e natës është pjesa më e mirë. Zgjohet njeriu, merr abdes, fal namaz natë, pret pak, vjen koha sabat, fal sabat dhe pastaj vazhdon ditën. S'ka nevojë me fletë më shumë, Ja, s'ka nevojë. Konkrete. Bjen flen mas yatis, deri në pjesën e fundit natës, që tërkohen e syfyrit, pastaj zgjohet, e pasi të zgjohet, merr abdes, fal namaz natës, sa të mënë 2 rekata apo 4 rekata, ku ta diun, e fal edhe vitrin në fund, edhe pastaj pret edhe pak, një 30 minuta derisa të hynë sabahu, edhe fal sabahun, pastaj vazhdon ditën, fillon me aktivitetet ditore. Pyetje që është bërë 2-3 herë, për kemi përmbledh disi, thotë si të veprojmë ne fëmijët në rastet kur familjarët tonë, përfshirë prindrit tonë nuk flasin mes vetë, pra prindrit tonë me xhallarët, ata me vëllezërit e vet. Edhe nuk shkojnë mirë pavarësisht kohëve rrethanave, përfshirë edhe kohën e festave. A tregojmë pa dëgjueshmëri për ta nëse ne nuk u bindemi kërkesave apo urdhrave të tyre, por e vazhdojmë mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Po kurfar gabimi, kurfar gjëna nuk keni në qoftë se ju flesni me axhallarët e juaj, me axhallarët, me hallat, me dajallarët apo me tezët.
është gabim prej prindit mos me folë me vëllezërit e vet, mirë po, nëse ai nuk flet edhe bën një gjëna atë nuk duhet me shtin gjëna edhe fëmijët me thonë vëllai mos fal me vëllain tim. Ai fillimisht do të më qenë një model vet me folë me vëllezërit e vet, po nëse ai e bën këtë gabim, e bën këtë gjëna, atëherë djemtë edhe vajzat nuk duhet me pasu rrugën e babit apo të nanës. Se ka dhe gra që nuk folin me motët e veta, fatkeqësisht. Atër fëmija do të me folë me tezën, po mërë do të me folë, po nana s'po flet, po nana e merë gjënajnë e vetë, nësë për ngarkojnë vetën tash, sepse mbajtja e lidhe me agjallarët, mbajtja e lidheve me halën, mbajtja e lidheve me daljallarët, mbajtja e lidheve me tezët, është obligim, është farsë. Këtu kërkush nuk guxon me i shput lidhet, ai që i shput ai është gjënaqar. Ai është gjënaqar. Sa bëjmë gjëna nëse i lexojmë e as me pak, ose as më shumë në fakt nëse u besojmë atyre që thonë shenjat e horoskopit. Haram është. As nuk do të me lexua, as nuk do të me besua, janë rrena të llojit të vet, janë rrena bashkëkohore për njerëzit e papjekun, për njerëzit që janë, më me thonë kështu, adoleshent në zhvillimin mental, për ata janë ndoshta këto shenja për mi marrë mend edhe për mi mashtruhe, për mi devijue, ndërsa ka diçka aty të vërtet jo nuk ka së të vërtet. Edhe fetarisht me besue çfarë thot horoskopi është haram, është ndaluar. I kam agjëru 2 ditë shevalit edhe sa ditë me kalendarin tonë me cilin ne jetojmë i kam mbetur për me agjëru. Ditën e tretë e kam prish për çështje familjare, a duhet me kompenzu apo me vazhdu vetëm me 4 tjera deri në përmbushjen e 6 ditësh të shevalit? Deri me mëkatet, deri me Të dy ti ka agjëru, një ditën e tretë pas ka prish. Ta çfarë ditë duhet me kompenzu ajo apo vetëm me vazhdu 4 tjera dhe deri kur kemi afat me muajin tonë, me kalendarin tonë? Ka edhe 2 javë ditë ka kohë. Ka kohë edhe 2 javë ditë deri në fund të muajit. Nëse i ka agjëru 2 ditë, tash edhe ato 4, po këtu nuk janë obligim. Këtu janë vullnetare. Ditën që ka prish s'ka nevojë me agjëru? Ja, o prish kur gjë, tash vazhdon edhe 4 tjera dhe i bën 6. Amo do të me kuptu, po, ka edhe 2 javë plota. Në rregull. Pyetje interesante, thot, apo bëjmë mirë apo keq gjëna dhe nashta, ne plaka që po këshillojmë të rejat ose të tjerën përgjithësi të mjekon me bana popullore e të cilat kanë qenë të dobishme për neve, për të kohën kur ne jemi mjekuar dhe shëruar prej tyre. E kemi gjithmonë për të mirë. Është gabim sot në këtë kohë, kur mjekësia bashkëkohore ka ecë atë shumë, edhe kur shumë gjana janë të qarta, edhe shumë gjana po trajtohen në mënyrën më të mirë, edhe është ilaçi i tyre tash më shkue në përpleqë dhe në përplaka, jo me ta ngjesh shpinën, jo me ta ngjesh barkun, jo me ta bo këta, jo me ta bo ata. Këto janë besime të këtyne hershit, të me thonë, janë besime të kohëve të kaluara, kur mjekësia bashkëkohore nuk ka qenë kështu e zhvilluar si që është tash. Tash, adresa e parë për çfarë do smundje është me u drejtu në qendrën e mjekësisë familjare, të mjeku i përgjithshëm e ai pastaj drejton. Nëse të dhem dhombe, qenë të stomatologu, nëse të dhem barku, qenë të abdomeni, nëse dhem zemrat, qenë të kardiologu, nëse ki diçka tjetër, qenë të ai tjetri, edhe kështu diagnostifikohet smundja, e pastaj masi diagnostifikohet çka trajtohet smundja me barra bashkëkohore dhe kalon me emrin e Zotit, sepse nuk ka smundje që nuk kalon, përveç që 2 proceseve janë që s'mund dalën ato, pleqëria ato s'ka, as mjekësia alternative, as bashkëkohore s'mundet me ndalë, edhe vdekjen. Nuk ka do me thonë do një ilaç mjekësinë bashkëkohore apo mjekësinë alternative, këtë mjekësinë e pleqëve dhe plakave, diçka që e nalë vdekjen. Krejt tirat me lejen edhe mendimin e Allahut kanë shërimin e vetë. Vazhdojmë të përsërisim për çdo rast numrin e telefonit +383 45 471 848 në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgo mesazh, mirëpresim pyetjet tuaja të dërguara qoftë në rubrikë, qoftë të bëra përmes telefonatave. Nëse nuk kemi telefonat, vazhdojmë me pyetjet e redaksisë. A është e mundur që
që si rezultat i postimeve të fotove në për rrjetet të ndryshme sociale edhe të na mësyshon fëmijët dhe kështu edhe të na smuren edhe të bëhen edhe më agresive, më nervoz. Nëse po, si t'i mbrojmë ata, por edhe vetë njëtën kohë nga mësyshi i mundshëm. Vërtet që ekspozimi i fotografive të fëmijëve paraqet një rrezik në vete, sepse aty fëmija mund të mësishohen, aty fëmija mund të xhelozohen, aty fëmija mund të preken nga ngjarje apo zhvillime të padëshirueshme. Andaj çka duhet me bëj? Po mos i ekspozoni as fotografitë e fëmijëve, as fotografitë tuaja. Se ekspozoni, se nuk është patjetër me ju ekspozu, sepse nuk ka ndaj farë suksesi apo ndaj farë rezultati pse i pas këti 3-4 fëmija apo 2-3 fëmija ku e di me qitë. I ka dhe tjetëri, nuk e bo diçka të veçantë, nuk e bo diçka të jashtëzakonshme. Andaj a mundën me u mësyshu po, a mundën me u çrregullu po, a mundën me u smu po, a mundën edhe me vdek po, edhe vdekja vjen për mësysht. Shumica e fëmijëve të vegjël që nuk kanë smundje fizike, vdesin për mësyshit, por njerëzit nuk e di. Shumica e fëmijëve të vegjël që nuk kanë ndonjë smundje në shëndetin e tyre, vdesin prej mësyshit, por njerëzit nuk e dinë, edhe shumë prej njerëzve vdesin prej mësyshit. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj çka do të më marr, apo çka do të më bë, do të më marr masa. Do të më marr masa. E para mos më ekspozu, mos më paraqit publikisht. E dyta me u lexu nga Kurani pjesë caktuara, nga Kurani, e treta me lexu doa që ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një përgjigje pak më gjerzeshme sipas mundësisë prej hoxhës, thotë fetarisht kush janë më përgjegjës, sepse ne kam përzi kablat na janë bolomsh për edukatën e fëmijëve. Prindërit apo ne mësuesit. Pra, pyet me dëshpërim me zhgënjim një mësues. Këtë edukimit të fëmijëve, baza kryesore apo baza fillestare është tek prindrit. Pra prindrit janë edukatorët e parë. Pra prindrit janë edukatorët e parë, ata të cilët u japin atë edukatën bazike, atë edukatën e përgjithshme fëmijëve të tyre, ndërsa edukatorët e dytë, përgjegjësit e dytë janë mësuesit edhe mësuesit nëpër shkolla. Për ata edhe procesi që zhvillohet nëpër shkolla quhet procesi edukativ arsimor. Që në kohën tonë, kjo pjesa e parë, procesi edukativ, lëshon për të dëshiruar. Edhe kjo arsimor, mos domos kjo edukativ, sepse disa mësimdhënës apo mësimdhënëse nuk intereson hyn klasë, shpjegon aty çka ka me shpjegue, fusi ka ardhur prej Zotit, patjetër, edhe nuk interesohet për edukatën e fëmijëve, për fjalët e tyre të pahijshme, për gjestet e tyre të pahijshme, për sjelljet e tyre jo normale. Duhet më interesua, duhet me identifiku nxënësat problematik, edhe me u marrë me ta vetë si pedagog, sepse mësuesi në vete përmban edhe normat e pedagogjisë apo sillet pedagogjike, edhe vetë aty si pedagog me trajtue, aq sa ka mundsi. Nëse nuk ka, pastaj me kujdestarin e klasës. Nëse nuk ka sukses, atëherë me psikologun apo psikologën që është në shkollë, me drejtorin e shkollës, me drejtorinë e arsimit, normal edhe me prind patjetër duhet më konsultua. Pra, ne kur i çojmë fëmijët në shkollë, ne e dorëzojmë një emanet tek kush, tek mësimdhënësit në radhë, por tek kujdestari i klasës. Ai do të më marrë emanetin. Do të më qenë besnik në ruajtjen e emanetit, nëse diçka nuk shkon, do të më informu prindërit, me informu kujdestarin e klasës, me informu stafin e shkollës, se fëmija ka këto çrregullime, se disa fëmijë kanë çrregullime patologjike, kanë lidhje me disa defekte, me disa çrregullime. Disa kanë linë, do më thonë, në sjellje, ashtu më thonë, deviante, qysh të vegjël bëjnë të këqija, bëjnë sherrë. Qysh shkollën fillore, atë në atë pjesën, do më thonë, kur ende ata janë duke u formu, ata janë qashtu gjallë, janë euforik, janë ku ta dione, andaj emanetin e parë apo detyrën e parë në edukimin e fëmijëve kanë prindërit, pastaj kur fëmijët janë shkollë, prindërit i dorëzojnë fëmijët në shkollë, ka lënë që kjo emaneti apo përgjegjësia ka lënë tek mësuesit edhe mësuesit. Se veç me mësu, me dhënë nota, me i shpjegue, kjo nuk është punë shumë e vështirë. Punë e vështirë është me edukue, edhe me dhënë një model se si ata të sillen, një model se si ata të flasin, një model se si ata të qeshin, një model se si ata të hajnë apo të pinë.
një model se si duhet sillen me njëri tjetrin, si duhet t'i respektojnë të vjetët, si duhet të mëshirojnë të vegjëlit, si të sillen me fëmijët, si të sillen me nxënësit, me kolegët e tyre, si të sillen me prindërit. E prindërit pastaj të njëjta gjëra mësojnë në shtëpi. Dhe nëse e mbështet pjesa e dytë, domethënë, që janë mësimdhënësit, pjesën e parë që janë prindërit, atëherë kështu së bashku arrihet shumë çka. Nëse të dy palët e neglizhojnë, e lënë anash pak edukimin e fëmijëve, atëherë pak çka mund të arrihet. Edhe për ata se i kemi këto dukuritë negative të përhapura dhe i kemi shumë nxënësa devijant të cilët konsumojnë pijet alkoolike, pijet narkotike, thithin duhanin, domethënë pinë duhanin, edhe bojnë edhe shumë gjëra të tjera. Vetëm të tregoj një çfarë përvojës hoç, kur ne thrasim prindët në respektim të kodit veshjes në nxënësve në shkollë, edhe kur e thrasim prindët që fëmia nuk u vesh çysh duhet, thot prindi unë e kum vesh. Merr me mend. Domthonë ti nuk je përgjas çysh e vesh ose çka vesh fëmia jam. Domthonë bin provim çysh hapin e parë se po disa prindë nuk e kanë edukatën për veti. Ai që nuk ka diçka, çka mundet në të dhënë. Ai që nuk ka një sen, çka mundet në të dhënë. Po kjo është e dhëmshme prindi me thënë. Po, kjo është e dhëmshme dhe kjo është shenjë ignorancë, se prindi që nuk din, e të paktën e pranon, e kash me thonë e ka një pjesë të ndërgjegjës e të edukatës. Amo ai që edhe nuk din, edhe nuk e pranon këshillën, edhe nuk e merr mësimin për atyre që janë më përgjegjës apo më kompetent, atëherë kjo është fatkeqësi e madhe. Pranojmë telefonat të Terezia, nëse kemi ende në linjë telefonuesin apo telefonuesin. Alo, urdhëni. Ne kemi Rezia në linjë apo shku telefonata? E mirëpresim telefonuesin ose telefonuesin, të mos nguroj të thras përsëri. Në që mos lexojmë pyetje tjetër, pastaj të nisë shpjegimi edhe të për atë telefonues, po presim pak sekonda sipas mundësive. Po urdhënë jeni në linjë drejt për drejt. Selam aleikum. Aleikum selam. Spari ju përshëndes, sidomos hoxhën i cili u kon sebeb që unë me vnu shamin, nuk e di ai kujtohet. Nëse ka pas shumë të më thonë telefonata para me dhe është me thonë e qartë që nuk të kujtohet. Unë e dishta me jam po hoqës një pytje. Unë jam islam edhe jam martu, kam shumë probleme me burin, edhe ashtu më bo zullom, ashtu më goju, ashtu të më bo dhunë psiqike, unë jam të mjeku, të me thonë kam alk kronik, edhe ashtu mu edhe nuk kom lenë kërko me shku, as me thirë kërkan, thjesht e kam një jetë zënd. Po, dhe me thonë, une me qef isha nda nesër për dhina se une ose me zgjidh me shku shtime në spital, ose me riparu vetën, mu marrë me vetën. Po problemi i dytë është se mbanes teme, ku ma kalon nana jeme, trashëgimi mu, është të jetu një daj jeme, do me thonë i cili është i pamartuar, edhe ai jeton me një pension të vetin, edhe ai pen bira. Kështu që atina i kom venon, une me sakrifiku jetën teme, për interesat e veta ai personale, që i kanë ndihmu që ai ish buri jam, që halat alakon s'ma ka thonë, ja ka pagun mujt fakturat, edhe për këtë arsye kjo është në gjendje, në besën e vete, me lonë, me sakrifiku, thjesht me ja prish nervat, me qunë, ku me diku në neuropsikiatri, vetëm ai se mundi mirë, se ai ka probleme se shka të thojnë njerës, shka të të kojshia, qka e une që për shkatrona, ai nuk mërzitet. E une e do një kshilën nga hoxha, edhe pse kam burin në islam, po do me thonë, ka ndodhë shumë herë, që në 2 natës, më ka përzo brevanesës, më ka bo shumë presion, nuk po du mi përmen ato sene, po me një fjallë me përshkruj zollon, dhunë psiqike. Ju lutem një përgjigje qka me bo tash e tutje. Ju faleminderit, e selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Përgjigjen e merr inshallah. Allah kjo është qetësuese,
këto telefonata, edhe kështu publikisht, po edhe privatisht po bëhen prej motra, po edhe prej vëllezërve, edhe mesazhet shumëta që po i marrim, më me thonë që shumica flasin për problemet bashkëtorë. Shumica vën në pa dhunën e burrave ndaj grave, ka raste dhe dhuna e grave ndaj burrave për presioni që a bojnë gratë burrave. Dhe ata që nuk e dojnë islamin edhe muslimanët, edhe që dëshirojnë me i bo keq t'i popullit këtij vendi, nuk po kanë mënyra tjera vetëm se duke shkatru familjet, dhe kjo është një sukses i tyre, sepse kur e shkatron një familje, ndan një burr prej gruas ose një gru prej burrit, aty shkatrohet jo vetëm një familje, po shkatrohen shumë, se të dy anët ka efektet anësore. Pastaj viktimat kryesore në këto përplasje burr grua dhe ana sjelltas janë fëmijët. Çfarë faj kanë fëmijët, djemt apo vajzat? Ata çka? Gjatë gjithë jetës kanë gjurmë apo kanë vrag në trunin e tyre, në memorien e tyre, i kanë ato sjelljet e pahishme të babës që i kanë pa karshi nanës, apo dhe sjelljet e nanës të pahishme që i kanë pa karshi babës, apo injërimin, apo runa Zot edhe rrahjen, apo dhunën fizike. Në kohën bashkëkohore ma shumë po ka dhunë psiqike se sa dhunë fizike. Kjo është edhe më rrezikshme se sa dhuna fizike. Dhuna psiqike është më rëndë, edhe më rrezikshme edhe ka pasoja më afatgjata se sa dhuna fizike. Kështu që unë nuk e di ku jeton kjo motra, nuk e di që ka gjendjen me familjen, mirë po e kisha këshilluar që tulet me familjarët e saj, me ata të cilët janë përgjegjësit e saj, edhe konsultohet, këshillohet me ta, pastaj ata tulen edhe me burrin e kësaj, edhe të bisedojnë, edhe nëse arrihet në ato negociata, bisedime, një marrëveshje, nëse jo atëherë me ndërmjetësue edhe familjarët e burrit. Me po, a është e vërtet kjo që po thot kjo motra, se kjo kështu çka po thot kjo, na nuk mund me konstatu 100% që është, se ndoshta me telefonu burri i saj, ndoshta thot ndryshe. Po kështu që mos me kanë lajthitje, kështu që mos me gabue, njëna familje, atëre i thrasin prej të dy palë familjarët, edhe prej anës së gruas, edhe anës së burrit, përgjegjësit, edhe bisedojnë, diskutojnë, nëse ka nevojë edhe një hoqë ka bu konorizimin e këtyne dy personave, këtij çiftit, edhe hoxha me çan aty prezant, me allon ai këshill diçka, edhe me premtu njëri tjetrit, që mos me ushtru më dhomë as fizike, as psiqike. Nëse na shkon, ka dashni, ka mshirë, ka dhe mshëri ndërmjet veti, vazhdohet jeta bashkëtorë. Por në momentin që burri nuk ndjen asgjë për gruan, do të me lanë të lirë. Të me lanë të lirë, jam e dhunu psiqikisht e fizikisht me smunirin. Çka i thu Zotit? Te një kafsh me dhunue. Një kafsh me dhunu, një shpend me dhunu, një insekt me dhunu, ki me dhonë llogari tek Zoti, por a mendo me dhunue një qenje tjetër, një qenje njerëzore, si që është gruaja, apo gruaja me i bo dhun, apo presion psiqik burrit, se dhe gratë din kanë me ta kallë trunin, me dhunën psikologjike, apo dhunën psiqike, jo fizike. Kështu që, unë mendoj, ose të vazhdohet jeta ashtu si që ka hije burrit e gruas, jetë ndershme, jetë ku ka dashuri, ku ka dhëmshuri, ku ka mshirë ndërmjet vetit, nëse kjo nuk është ndarje paqësore. Ai burri e gjen një grua që i përshtatet, kjo gruaja gjen një burr që i përshtatet, asaj mos çan me lot krokodilit, as kjo mos çan me lot krokodilit, dhe me hon kuku çka bosh, s'ka krizë kiameti. S'ka krizë kiameti, shkonorizimi prej kohës pejgamberit deri sa të ten kiamet është i ligjësuar, ku nuk ka rrugë paqësore për me gjetë një zgjidhje të aty në probleme bashkëtorë. Ma mirë me unda me faqe të bardhë që shtet populli, edhe pa pasoja afatgjata, se ndarja ka pasoja, patjetër. Ama ku të shtrohet dhunë psiqike, edhe dhënën psiqikisht gruan, apo gruaja dhënën psiqikisht burrin, kjo ka pasoja afatgjate, nashta deri në vdekje, me trauma, me frikë, me dëshpërim vazhdon jeta. Kështu që pa ardhur deri te kjo gjendje e keqe, me ulë edhe çka me u marr vesh, nëse shkon, vazhdone.
nëse shifni që në sos rrugët edhe nuk po funksionon, ndonë, se cili rrugën e vetë, edhe inshallah Zoti, ju vetë disan, pastaj kur të zgjedhin nesër apo pas nesër, për me martu dikun, edhe burri do të me qit ato kushtet e veta që i ka, edhe gruaja me qit kushtet e veta, edhe me marrë vesh, sepse martesa një marrëveshje në mes të dy palëve. Një marrëveshje me interes të dy anshëm. Atë në martesë ka interesin e vetë edhe burri, ka interesin e vetë edhe gruaja. Edhe me pas kujdes, mos me nxitue kur të marrin një vendim se një pjesë të madhe të fajt e kanë vajzët, e kanë gratë. Ato me një herë po pranojnë. Po jemëra se ti nuk je djetari alimi i botës, ti nuk e ki yllin balë, si je i përzedhur i Zotit me një herë me të thonë po. Shikoj e motër, kam për merë, se nuk është një njeri që kime kaluar një javë apo një muaj, po du të me kalu jetën me ta. Edhe që ta qunat e ri, djemë të ri, shumë të papjekon, shumë adoleshent në vendimet e tyre, marrin vendim për me zedh udhëtarin e jetës. Marrin vendim për me zedh ato udhëtarin e jetës, që ka me bërë rrugtimin e jetës me ta, për një kohë shkurtë e merr vendimin, për 3-4 ditë, 5-6 ditë, një javë ditë edhe, po ti nuk kime bën një udhëtim deri në Tiranë, apo në Podgorica, apo në Shkup, apo në Stamboll, po ti kime bën një udhëtim tjetës me ta, andaj do të me po nga të gjitha aspektet ashtu i përshtatshëm ajo. Të përshtatet në shumicën e aspekte, mirë nuk përshtatet, ma mirë pak me prit, e ndërsa me hjek pak, se sa me ungut edhe mos me qëllu heq. Allah ja vletësoft, Allah ja ndihmoft edhe gjendjen e këtyne dhe gjendjen e shumë çifte bashkëtorë, Allah ja përmirësoft. Amen. Mes vazhdohesh përgjigjen tek llogaridhënia për dhunë psikike, kemi pyetje të veçantë. Cila është llogaria jonë para Zotit për dhunë psikike që i shkaktojnë njëri tjetrit në jetën tonë të përgjithshme. Pyetja është e përgjithshme, po që përkoj me Kjo përgjigje është. Edhe burri edhe gruaja kanë dhënë llogari nëse i bojnë dhunë njëri tjetrit, ose i bojnë dhunë edhe dikujt tjetër, si ka dhuna psikike nuk është ndaj burrit, ndaj gruas, mund të jetë ndaj vllaut, mund të jetë ndaj motrës, ndaj nipit, ndaj mbesës, ndaj djalit, ndaj vajzës, ndaj prindve. Andaj çfarë do dhune? Çfarë do dhune, qoftë ajo fizike apo psikike është ndaluar, është haram. Edhe Allahu te baraka ve taala në hadithin kutsi ka thonë: Ja ibadi, o robrit e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fe gjaaltuhu bejnekum muharrama. Që do të thotë, o robrit e mi, unë ja kom ndalue dhunën vetës time, dhe kom bërë të ndaluar dhunën ndaj njëri tjetrit. Ja kom bëu edhe juve të ndaluar, është haram. Është haram edhe prej harame, prej gjunave të mëdhaja. Prej gjunave të mëdhaja. Andaj, le të dinë se cili se si t'u a bën të tjerve, ashtu do t'i bëhet edhe ati. I bën dikuj dhunë fizike, nesër ka me të ushtu dikush t'i dhunë fizike. I bën dikuj dhunë psikike, presion psikologjik, nesër ka me të ushtu dikush ndaj teje, ka me ushtu dikush ndaj teje dhunë apo presion psikologjik. I dhënën e mërzit dikën edhe ty ka me t'i dhënue, ka me të mërzit dikush. E gëzën apo e disponon dikon edhe ty dikush ka me disponue, i ndihmon dikuj ty kanë me të ndihmue. Pra, qysh t'ua bëjsh të tjeve, do të kthehet me të njëjtën monedhë dhe ty herat avon. Inshallah, motra ka marrë përgjigjen e dur që jo telefonon ose shkruan përsëri. Selam aleikum hoxhës, thot një përgjigje rreth hadithit për ndarjen e muslimanëve në 73 grupacione. Si ta dimë se jemi ne në rrugën e drejtë, në grupin e vetëm që është në rrugën e drejtë. Edhe është katër së pyetjes dervisht edhe Ahmedit, a janë pjesë e ehli sunnetit? Në çet pyetje është pyetja. Se përket Ahmedive dhe këtyre tarikateve, a janë pjesë e ehli sunnetit? Jo, nuk janë as pak. As pak hiç nuk janë. As pak nuk janë pjesë e ehli sunnetit. Ndërsa sa i përket grupeve që të gjitha janë e zjarë përveç një që është shpëtuar, ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë cila është ajo rrugë, ajo ka thonë rruga në të cilën jam unë, edhe në të cilën janë shokët e mi, ashabët. Pra kush e ndjek? Rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugën e sahabëve, Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut dhe të tjerëve, ajo është në atë grupin e të shpëtuarve. Dërsa këtë grupacione tjera janë të humbura, të devijuara.
Kemi telefonata për me djerëzia. Alo, urnoni. Alo, urnoni. Selam aleikum, tama. Aleikum selam. Telefonon Fidani nga Belgjika, përshëndes ty dhe hoxhën. Faleminderit, përshëndetur qofsh. Urdhon vëlla. Kam dy pyetje mja hoxhës. Po, veç urdhon. Ne kam për muajin Ramazan shembull atë i kam 2 ditë që më kanë me të borxh për me agjeru Ramazan për shkak që s'ko mund me agjeru për shkak të smujës. A bën me agjeru tash, po me njetë shembull edhe ka zap edhe në ditët e Shevalit apo që shkon ke punë, apo duhet më sparit në ditët e Shevalit me agjeru. 2 ditë të Ramazanit s'ke mujt me agjeru tash po pyet, a me agjeru këto e pastaj Shevalit apo si? Po, apo pastaj më spori me agjeru të Ramazanit, apo shembull apo njetë me 2 njete në muaj Sheval edhe me ta Ramazanit, apo është më mirë që shpina boa. Në ka zonë agjeru të Ramazanit. Po, në rregull. Pyetja e parë. Ashtë pyetja kjo është. Po, besoj që në rregull dhe me, faleminderit. Pyetja tjetër. Për shembull në namazet sunet, pyetja dytë është në namazet sunet akşamit ose sa bëhet e di që është shembull kësuja kafirunës e kolvallat në sunet, në dhënëtare është sunet preferuar. Po bën shembull me thonë në sure që të para surës kafirunës ose para kolvallat që a bën në sure përpara me thonë, ma shumë se një me thonë. Po. Këto ishin 2 pyetjet e mia, Allah shpërblet në këta pia. Amen dhe juve. Tash jemi në përgjigjet inshallah. Amin. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah shpërblet dhe juve. Se përket pyetjes së parë, që bën ky vëllau, i ka 2 ditë bash të Ramazanit, e tash a me agjeru këto veç, apo me i bashku me ato të Shevalit me i bo me 2 njete. Përgjigja është këto 2 janë bërç. Ato janë vullnetare. Njerë e kryen borxhin, se pejgamberi alayhis salam ka thënë men sama Ramadane, thumma atba'u sittan min Shawal. Ai që agjeron Ramazanin, pastaj e përcjell me 6 Shevalit. Ti nëse se ke agjeru Ramazanin, ti njerë do të me agjeru këto ditë, kur ti kryesh këto, atëherë kryet Ramazan. E pastaj ti e përcjell me 6 të Shevalit. Nëse mundesh, ato të Shevalit nuk janë obligim. Se përket pyetjes së dytë, është e preferuar në sunetin e sabahut me lexu në rekatën e parë pas surës El-Fatiha surën El-Kafirun, në rekatën e dytë pas surës El-Fatiha me lexu surën El-Ikhlas, qul huwallahu ahad, vërtet është. Edhe i lexon, po do me lexu Felekun e Nasin lexoje, po do me lexu në surën e të lexoje, nuk është patjetër, sunet është ajo. E valla po duhet është 2 sure me kënu për shembull në rënditje mas Kafirun është surja An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. A bën? Bën. Mas qul huwallahu është qul a'udhu birabbil falaq. A bën? Mrapa po bën. Nuk është problem. Besoj që jemi në rregull telefonat më të shkurt, vazhdojmë me pyetjet. Pas me natën e pyetjeve kurështare, hoq, po thotë cila është ajo farë menyja e zgjidhjes së problemit re vjerë dhe anasjetës, dhe qelsi. Po, qelsi zgjidhjes së problemit është që vjera me i kry obligimet e veta që i ka, ndaj krijuesit, ndaj Allahut, edhe me pas frikë Allahun, e si t'ja këtë frikën Zotit, tjetër e devotshme, Allah ja lehtëson me kalu mirë me rejnë e vetë. Edhe reja me i kry obligimet ndaj Zotit, me ja pas frikën Allahut për çdo veprim që e bën, për çdo sjellje që e bën, për çdo fjalë që e thot, me qenë e devotshme. Si ti je e devotshme ti rregullon Zoti punët me vjerën. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ja ka frikën Zotit, Allah ja hap rrugët. E kush nuk ja ka frikën Zotit, atëherë i shtohet kush urrëtia, xhelozia, smira, inati, edhe i shtohen sprovat, i shtohen vështërsitë, fatkeqësitë e kështu me radhë. Kështu që keni frikë Allahun, se Allahu ju shef, ju dëgjon, edhe diçka një të bu, e ju pret, e një ditë, çka ju jep, ato çemret tani jep hakun, ja jep dënimin, apo nëse sillni mirë, një ditë ju jep edhe shpërblimin. Vazhdojmë të bëni pyetjet në +383 45 471 848 në Viber e në WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgo mesazh. Kudo nga aplikacionet tuaja të mençura, ne mirpresim telefonat, mirpresim edhe pyetjet e dërguara me shkrim. Nëse të kemi telefonat, vazhdojmë me pyetjen e radhës.
Thot një këshill për gruan time dhe gratë e të tjerëve, të cilët e bëjnë nga 2 puna edhe pse nuk i kanë të detyrueshme, dhe kështu lën anash fëmijët tanë. E këshilloj në vazhdimsi ta lënë njërin për punëve, por nuk e lë hatri ose sherrri i karrierës. Po nëse ti si burrë këshillon edhe s'pe merr fjalën, çfarë po ta merr mendja? Po ta merr fjalën tama ja. Hespe nga burrin e vet të pengon hoxhën. Këshilloj te Allah sa të mundesh edhe kallëzeja pak shme thonë ato kufit ku i ka, mos me te i kaluë, sepse kërkush nuk ngarkohet me ma tepër se sa që mënet me bajt. Ti punë 2 puna, apo 3 puna, e le burrin keq, apo le fëmijët keq. Ku me gjeta i prehen burri, lahatin. Normal që ka me gjetë dikon tjetër unë azat. Fëmija, ku ka me gjetë prehen, kurse ka nanë në shpe. Do të me lyp në nanë tjetër dikon. Do të me dalë në këjshi, do të me dalë në rrugë. Andaj, ti e burë vllati, nuk e ditash që shë menaxhan ti familja, që shë ullhesh, për ti mos e dërza timonin, nëse jene e farë timonjeri që dhe me maj timonin. E nëse s'den atër e leja grus, ajo të ullhesh ty edhe vaj halli për ty pastaj. Allah i ta letë soft. Kemi këtë pyetje në gjatë hosh, po kemi diskutuar edhe kështu në privat, nuk po e lexojmë pa marrë vesh. Kemi pas pyetje dhe para dukosh të ri përsërit sportet e lejuara dhe të ndaluara për femrat. Nuk e di a është bërë tek ne apo ti do një hosh tjetër. Një udhëzim për hoxhën çka është e lejuar, çka është ndaluar për sportet për ne femrat. Valla kjo temë nuk është tashti, edhe unë as që më kujtohen cilat janë tash ato sportet e lejuara dhe të ndaluara, veç e di që para se të hyjnë në këtë rrugtim motrat besimtare muslimane duhet patjetër me marrë leje prej burrit në radhë të parë, e pastaj me marrë leje edhe prej njerëzve të dijes, ata që e shpjegojnë fenë. Jo me hy një herë, edhe me arrit sukses e pastaj a bën me ushtru këtë sport, po të veç ke hyn ta, të veç e ke filluar. Kështu që numrat e hoxhallarëve që janë në skenën apo në sferën e davetit janë publik, thërë një hoxh me cilën konsultohesh ti ose burri yt, edhe e specifikon ç't sport, boksin për shemb, ose karatën, ose basket, ose ku diren çka don ajo me ushtrua, edhe të kallzon a lejohet as lejohet. Pyetje nuk ka personat edhe këtu për të mbyllir hoç. Po, inshallah me bereqet që ta që kemi folë deri tash. Edhe mirë të takojmë javën e ardhshme. Po inshallah Allah shpërbleft edhe ju, stafin tuaj dhe inshallah taala takojmë javën tjetër me temë tjetër dhe lusim Allahun taala që të na ruan fen, që të na ruan imanin, besimin ton dhe që të na bën neve prej atyre që i dëgjojnë fjalët e Allahut dhe të dërguarit e tij edhe i pasojnë ato dhe që të largohen nga të këqijat dhe keqbërësit dhe që të vetëdijsohemi dhe të jemi të dobishëm për vete, për familjen edhe për shoqërinë në përgjithësi, sepse njeriu më i dashur tek Allahu është ai që më i dobishëm për njerëzit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë ahabbu an-nasi ila Allah azza wa jall anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur tek Allahu i lartë madhruar është ai që është më i dobishëm për të tjerët, kështu që të paktën nëse s'mund të jemi dobishëm, nëse s'mund të bëjmë mirë, të paktën mos bëjmë keq. Të paktën të mos bëjmë keq. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft edhe me bë punë të mira, me bë punë të dashura që janë tek Allahu, Allahu na mundsoft deri në takimin e radhës në këtë medium të nderuar, në javën tjetër, e los Allahun që të na ruaj neve, familjet tona dhe të gjithë muslimanët kudo që janë përgjithësi, e ata në vatrat e krizave, në vatrat e luftave, si që janë vëllezërit dhe motrat në Gaza dhe në vende tjera në veçanti. Allahu na ruajt nga të këqijat dhe keqbërësit kush do qofshin ata. Amin. Allah shpërblet. Qëndroni me ne takojmë me ditë mësuetetës sot në javën 8 në studion tashmë të njohur të veprendim. Deri atëherë, selam aleikum.